Në pikun e sezonit veror në kohën kur qyteti po pret më shumë pushues venda se të huaj, në Vlorë riasfaltohen segmentet rrugore. Sipas qytetarëve vlonjat punimet për asfaltimin e rrugës Kosova, një prej rrugëve kryesore të qytetit Vlorës, kanë sjell kaos në trafik duke penalizuar qytetin. Qytetarët thonë se edhe ata vetë kanë të vështirë të kalojnë në rrugët e Vlorës, aty ku krahas trafikut përballen me zhurmat dhe pluhurin që vijnë nga punimet. Të tilla projekte, sipas qytetarëve, duhet të ishin realizuar në dimër, atëherë kur edhe Vlora ka më pak qarkullim, apo firma e cila po realizon këtë projekt duhet të punojë përgjatë natës kur nuk ka lëvizje të dendur. Qytetarët thonë se të tilla punime në mesin e pikut sjellin veç stres tek qytetarët, si dhe largimin e pushuesve nga Vlora dhe impakti negativ tek ata. Unë nuk jetoj këtu. Kjo është një skandal. Zbresim mbas të rrugës. Ti vit tur bashkisë. Më kej s'ka ku të vej këtu. Më kej na kaj s'ka ku të vej. Tur. S'ka ku të vej. Në fjalë më kej na kaj, nuk ka. Unë mendoj që të blokon edhe këtë rrugë dhe do ishte më e mirë të dyja. Se këtu është vetëm për mos kënaqësi popullit, ta bëjnë pak kënaqur. Se dashi pa dashi, o do shash, o do ofendosh. Po ofendon atë që udhëheq. Se zgjedhin sezonin veror për t'i Për sabotim, kaq. Vetëm për sabotim, për pak kënaqësira në popull. qytetarët është ose me vështirësi. Shiko çfarë bën. Po le punoj tër natën. Pastaj, po ka vende plot për të punuar, jo këtu mes pazarit. Ka lagje që janë për i bret. Ka reklama. Unë ngopëm me reklamën. Asfaltimi. Sezon veror. Po tani, ata janë teknikë. Çfarë ka? Se asfalti s'bet në dimër, se bie shi. Po qarkullimi, po shtet burdell o kemi ne. Bëj kaq mirë sa s'ka ku të vej. Vështirë është. Njerëzit vinë për plazh, njerëzit vinë për qef, këtu është bërë trafik shikoj se si është bërë. Sjell kjo vështirësi për Po shumë ja. Shikoj vetë si është. se vjen punët për momentin e vet. Se funksionon. E din të mëdhenjt, ne e s'dim gjë. Ne se i gjimi, ja shikoj e ti. Do rish 2 orë, një kishme autobus, s'ka nga kalon, s'ka nga bën. Se dia do vjes 2 autobusi, se zblokon rrugat. Po jo duket vetë, gjithë këtë trafik të fillot që të bësh punime në rrugë kryesore, kjo është... Nuk e... Në sezon veror, këtë se do as perëndia, jo njerëzia. Shumë që... Këto janë punërat pa mënd. Se si bën 1 muaj për para, 2 muaj për para, po fillojnë tani. Gjithë këfar tymi, gjithë këfar ngarkese trafiku, unë nuk marrë vesh, me gjithë atë është punë e tyre, neve nuk nga pyet njëri, po mirë nuk është. Nuk është vetëm rruga Kosova e cila do të riasfaltohet, por janë plot 31 segmente rrugor që do të vishen me asfalt për gjatë sezonit veror. Punimet për asfaltimin e rrugës Kosova pritet të përfundojnë brenda kësaj jave, ndërsa ky projekt në total, sipas informacioneve që jepen, do të zgjasë më tepër se 1 muaj.